Pas ngjarjes së rëndë ndodhur një vit më parë në gjykatën e apelit në kryeqytet, duke treguar mangësitë në sistemin e drejtësisë, kryesisht në ruajtjen e sigurisë së personave që punojnë në brendësitë e atij institucioni, duket se problematika qëndrojnë në të gjitha institucionet e gjykatave apo edhe të varësive të tyre. Një problem i tillë duket se haset edhe në gjykatën e shkallës së parë në qytetin e Vlorës për sa i përket detektorëve të cilët duhet të sinjalizojnë persona të cilët janë të pajisur me mjete të jashtëligjshme. Në fakt, detektorët prej kohës sinjalizojnë çdo lloj gjëje që hyn apo del nga gjykata e shkallës së parë në Vlorë. Blu Televizion ka qenë këtë mëngjes pikërisht në gjykatën e shkallës së parë në qytetin e Vlorës dhe detektorët sinjalizojnë çdo lloj hyrje dhe dalje, pa specifikuar nëse kemi të bëjmë me mjete të jashtëligjshme si armë apo të tjera si këto, duke shtuar rrezikun në brendësitë të institucioneve, por kryesisht për gjyqtarët apo të avokatët. Ngjarja tronditëse ndodhur një ditë më parë në gjykatën e apelit në Tiranë, ku një gjyqtar humbi jetën pas një sulmi të armatosur brenda institucionit, ka ngritur shqetësime serioze lidhur me sigurinë në sistemin gjyqësor shqiptar. Pas këtij rasti, vëmendja është përqendruar dhe në gjykatat e tjera në vend, ku duket se mungesa e standardeve të sigurisë është një problem i përbashkët. Një vëzhgim i kryer nga Blu Televizion në gjykatën e shkallës parë në Vlorë ka nxjerrë në pa se ndonse detektorët metalik janë në funksion dhe sinjalizojnë çdo hyrje dhe dalje të personave, ato nuk janë të mjaftueshme për të parandaluar futjen e mjeteve të paligjshme apo armëve. Fakti bën të qartë se edhe në Vlorë ekziston një boshllëk i rëndësishëm në zinxhirin e sigurisë së institucioneve të drejtësisë, duke rritur rrezikun jo vetëm për gjyqtarët dhe avokatët, por dhe për qytetarët e thjeshtë që frekuentojnë ambientet gjyqësore. Ekspertët e sigurisë kërkojnë masa urgjente dhe një rishikim të plotë protokolleve mbrojtëse në gjykata për të shmangur përsëritjen e tragjedive të tilla dhe për të rikthyer besimin e publikut te drejtësia dhe siguria në institucionet që përfaqësojnë atë. Ngjarja në Tiranë është një thirrje fort për reflektim dhe veprim konkret, një situatë që nuk mund dhe nuk duhet të injorohet më.